në një luftë prej luftrave, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e cakton dikën që të jetë kujdestar, rojtar. A dhe kështu që i cakton di vetë. Njëri prej tyre thot cëllën pjesë të natës të do ta marrësh? E pyetën atë tjetër. Jo sikur ne për shembull, ne zgjedhim cëllën. Atë që është për shembull më herët që të bëjnë atë flenë. Muslimanët e hershëm i kanë dhënë përparësi të tjetrit, vllaut të vet. Thot cëllën, edhe e caktojnë pastaj. Kje ka marrë atë pjesën më të rëndë natës. Edhe vëzhgon nuk ka askush, edhe fillon në namaz. Fillon në namaz. Kontakt me Allahun xhaleshanu. Edhe fillon lexon Kur'an, lexo Kur'an, atë që e ka ditë normal. Edhe ka mbrojt ato ajetet ku Allahu xhaleshanu flet për ata të cilët janë kriminela, se si, në më thonë, do t'i fut në zjarë. Si do t'i qoj në zjarë ata. Edhe aj e ka humbë vetdijen. Faktikisht do më thonë, ka kalu prej ndihimit. E ka kalu ndihimin. Shqisa do më thonë i ka kalu. Edhe është vu në lidhje shpirtërore. Edhe kështu që dikush e sulmon, a i pohët e ndaj. Por nuk ka desh për shembull atë ëmbëlsi që e ka përjetu, e ka pasë, nuk ka rrezik, nuk ka desh të ndërprese. Në më thënë ëmbëlsi të madhe ka pas, ka shiju. Edhe kështu që a i kur e gjun edhe njëherë, apo edhe disa herë kur e gjun, atëherë detyrohet do më thonë të ndërprese, edhe shprehen pastaj keqardhje. E zgjon atë tjetërin, thot që, thot se kina një rrezik. A dhe i thot, pse nuk më tregove? Thot, si dhe të tregoj kur unë thot, isha zhitur, në më thonë në atë ëmbëlsin, isha zhitur në atë bot kuptimin, në atë mendimin se si Allahu xhaleshanu, në më thonë, është zhitur gjëja se është prezent në atë vendin për të cilin folën Allahu xhaleshanu. Sikur me i pa ato gjëjat. Prandaj, ne, për me e forcu kontaktin me Allahun xhaleshanu, lidhjen me Allahun xhaleshanu, pa tjetër duhet të vem, edhe jashta kohëve të namazit, për s'ko që i falim, të vem kontakte, kohë e caktume me i roshte, edhe për çdo gjë, për çdo problem që e ke, i shprehesh Allahu xhaleshanu, e shprehen atë problemin, atë kërkesën, atë nevojen, do ta shohësh se me të vërtet do të kesh rezultat të nesërme. 100% rezultat do të kesh. Pra, ne, pse na mungojnë këto kontakte me Allahun xhaleshanu, ne vazhdimisht jemi në kontakt me gjërat materiale. Normal, do më thonë, syt në bëjnë këtë në dalën për para material. A dhe në namaz kur hinë, po i shef ato fostonat për shembull që duhet t'i shesësh. Ashtu. Apo që i ke parë që dikun. A dhe në namaz, pse? Se vazhdimisht në kontakt me atin e ne. Ne në kontakt me fjalët e Allahut xhaleshanu shumë pak jemi. Ka sa lexojmë pi Kuranit ne për shembull. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot, nëse dilshe natën në rrugët e Medinës, natën dilshe, dhe të ndrejshe, thot, një zhurmë bletash prej leximit të madh në bë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lexim të Kuranit. Ne sa lexojmë Kuran? Kul vallahi në namaz me dhe se e lexojmë, i natërin në recatën e parë, kul vallahi në recatën e ditë, edhe na duket se ja unë e kryva punën. E tash, pra
Këtë që e thamë deri tani, Allahu xhaleshanuhu na i thekson edhe në Kur'an. Për shembull, në surën Al-Baqara ajetin 186, Allahu xhaleshanuhu thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." E kur të pyet ti o Muhammed, kur të pyesën robrit e mi për mua, fa inni qarib, thua ju atyre se unë jam afër tyre. Afër tyre. Pra, kapu për atë që duhet të kapësh. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Unë u përgjigjem lutjeve të atyre që më lutën mu, lutjeve të lutësve. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nëse ata duan që të jenë në rrugë të drejtë, ata në ta kërkojnë prej meja gjë, unë ative u përgjigjem. Pra Allahu xhaleshanuhu neve na tregon se ju vetëm për juve kërkohet që të më drejtohi me lutjet, ndërsa unë jam ai i cili u përgjigjem juve. Të njëjtën gjë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e potencon në një hadith ku thot: "Idha sa'alta fas'alillah." Kur të kërkosh, kërko prej Allah. Mos u kap për dege, mos u kap për gjefe, po kapu për rënje. Kapu të më thënë për Allahun xhaleshanuhu, kapu për litarin e Allahu xhaleshanuhu. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Edhe kur të kërkosh ndihmë, kërko prej Allahu xhaleshanuhu ndihmë, se Allahu xhaleshanuhu e ka ndihmëtar më të madh. Të gjithë e dim ne, kur Ibrahimin a.s. Nemrudi e hudhën në zjarë, Gjibrili shkon më njëherë atë. Edhe i thot, kërko. A çka i thot? Thot, unë e kom atë drejt për zdrejti, ati që duhet ti drejtohem, ti lutem. Thot, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu, edhe sa mbështetësi i fort që është Allahu. Pra njeriu, por kjo nuk vlen nëse nuk e ke pas ma herët. Më kuptoni? Nëse nuk e ke ma herët se ke pas, kjo është problem. Duhet hish në lidhje në herë, pastaj të vazhdoj ajo biseda, ashtu? Duhet hish në lidhje. Nëse nuk je në lidhje, atër nuk mund të hish në kontakt me asken. Pra dhe pse Allahu xhaleshanuhu pendimin e pranon më njëherë. Por nëse me vërtet je i sinqert, a jo vetëm për zor të kish për atë gjë.